Si e kanë prit në Shkodër kandidimin? Me shumë Ke marrë mesazhe? Të drejtën patjetër që kam marrë qindra mesazhe dhe janë shumë të lumtur që unë kam marrë përsipër që më përfaqësu ata në Ki parasysh që ti je përfaqësuese, pra kandidate në zgjedhjet e 11 majit, jo vetëm për diasporën e Shkodrës apo të Malësisë, po je edhe për të gjithë diasporën nga Amerika e Veriut, Kanadaja, përfshirë këtu deri në Australi dhe në Europë gjithashtu. Përshëndetje. Si je? Se shqiptarët është plot këtu. Hey, good to see you. Good to see you. Good to see you. Hello. Hello, good to see you. Hi, I'm Vera. Nice meeting you. Everything is good? Enjoying the weather? How do you cope with our Albanian community here? Amazing. I've known this man for probably about How many years? 10, 15 years. 10, 15 years? From the bottom to the top. Very good. And he's brilliant, Very good. right? He's loved by the whole company, let's just say that. Yes? Loved by the whole company. Everybody likes his ice creams. The best. I'll The be honest best. with you, I can't go to any other place because I know how good and clean and everything is, which is really a big thing now. Yeah. So we always think about Përshëndetje. something that's done properly. So he is the man who does Very good. everything good. Good to see you. But Good to pleasure see you. meet you all. Good to see you. Really good. Enjoy Good your to see you. stay and, Nice meeting you. here. Na do na hapshi akullore pra. Ha. Tomorrow's game? Mirë? Mirë shumë, mirë shumë. Nga të kemi? Nga Hasi. Nga Hasi. Shumë mirë, shumë mirë. Platforma deputeti që duam ishte një mundësi e qartë për gjithë djemë, vajza, burra, gra, profesionist. Ti je një ndër rastet atyre që mund ta konfirmojnë që Absolutisht, unë kam marrë nga platforma deputeti që duam, të jem shumë e sinqert në fillim kisha ata skepticizmin tem, por jam shumë e lumtur që jam përfaqësuese diasporës. Edhe si që thash më parë, kam marrë këtë përgjegjësi me një seriozitet shumë të madh, edhe do të jem një zaj fuqishëm për diasporën shqiptare në parlament, nëse diaspora do të besoj në kapacitetet e mia. Unë jam një grua që kam emigruar në Britani të Madhe në vitin 2002. mirë se të gjetëm. A prisni miq? O, si e? Si kalon? Shkemi. A i Si mirë, jeni? si dukesh? Mirë? Mirë është thonë, por tash ti e din më mirë se na se ti jeton këtu dhe influenca taksave për çdo vit rritet. Si vjet na ka influë shumë sa është 6-7% taksa në business on business rates Po, business s'ka rates and Faleminderit. rent and unë punoj këtu qysh në 2007. Oh, This is fantastike. my hometown. Ke klienta tuaj apo jo? Jo, Ke klienta që klient- kem na vinë na shkojnë për ditë lëshëm okay. vinë këtu, shkojnë edhe na kemi investuar shumë në Wembley. Ky është furgoni i parë elektrik që është banë në Britani të Madhe. Kemi investuar për herë të parë. Sasi nuk mund e përmendim kostën sa kushton, por është më shumë se një gjysmë shtëpie në Londër. Na jemi në shtet ministri e tim që na jemi kontributor për besën, kemi edhe background Po, gjithmonë jena kanë gëzuar, You have gëzuar, gëzuar, Shumë faleminderit. gëzuar. Unë punoj këtu me grua dhe me dy djemt, jem familjarisht, familje biznes është kjo, na nuk jem as i punëtor, punësum për momentin se s'kem nevojë, edhe çdo gjë kem familjarisht me punën krejt familja. Po të 4 furgonat i mbani familja. Po, familja, kam unë punoj, një gruja një dhe dy çunat punojnë nga një furgon, çunat e kanë marrur, janë në kolegj, njëri studion për inxhinier mekanik, tjetri punon për inxhinier elektrik. A me sa duket, kur ata të marrojnë, do marrësh njerëz tjerë në punë, sa ata do vazhdojnë karrierën. Po tash ti më varet, tash ti Po ta ndoshta shoh. vendos Si do që shkojnë? ktheshin në Shqipëri edhe Po më varet ajo na. Po tash një ti- furgon do ta vëmë në Tiranë ky tash. Na një furgon du të me pas në Tiranë kur Po, kur të hina, po po. mendimin e Zotit avash dy pa ty po. Shumë mirë. Don
siç është vendi këtu dhe arena jonë atje ka të njëjtën strukturë. Unë shumë bukur. Kur kam fillu punë në 2007 në Wembley Stadium, këtu ka qenë një gërmall që është e paparë. Kjo ka qenë dam njerëzit hellshin rabish, ka qenë vetëm që ndërtesë këtu në Wembley Arena është kjo. Edhe stadiumi ka një vjetër, po këtë Pra ndërtoi zhvillu kohë të fundit. Po, edhe gjitha këto ndërtesa janë qysh në vitin 2007. Në 2011 kanë fillu Paralimpik. Është bërë ky London Design Outletin, Hilton Hotel, edhe gjitha janë bërë për mas Lojë olimpike. lojrat olimpike, kanë investuar shumë këtu dhe do bëhet City on the City. Ja. Wembley është të zhvillu shumë, është të hecë sa më shumë zërin. Edhe kjo është mirë për biznesin tuaj, apo jo? Po mirë është për biznesin tonë, unë kam edhe 5 vjet kontratë edhe kam opening kontratë, që këtu është me kontratë, ban kontratën, të japin për i vit ka raste, po unë kam 5 vjet plus 5 opening kontratë. Për vendin këtu. Për vend, për gjithë këtë. Nuk ka drejt kush këtu me shit asnjë akullore. Dyqanet është rregull se dyqanet janë dyqana, ato nuk mundi nalin, na, por asnjëri tjetër nuk ka licencë për me shit akullore këtu përveç biznesit. Si je? Si kalon? Si ke qenë? Si jeni? Ç'kemi? Si jeni? Çfarë? Si jeni? Mirë, si kalon? Ç'kemi? Si je? Si kalon? Si kalut? Mirë? Si jeni? Me punë mirë? Tu me xhimin këtu po 12 vjet. Jo, Jo, u kam shumë. Edhe ju punoni këtu në Sa vite ke këtu? 27 vjet. 27. Po ti? 27. Vaj, Kemi shumë vite. shumë mirë. Ti jeni mirë. Mirë. Respekte. Gjithmonë. Gjithë mirë. Faleminderit. Faleminderit.